A keni menduar ndonjëherë se çfarë dreqin është Mërkuri në retrograd? Çfarë ndodh me këtë planet, i cili na kthen të gjithëve në një kaos të vërtetë? Besoj të gjithë e kemi atë shoqen tonë të fiksuar me astrologji e cila gjithmonë na lajmëron për këtë gjë. Mërkuri është në retrograd. Në fakt, ajo nuk e ka saktë, pasi Mërkuri është thjesht retrograd. Por çfarë do të thotë që Mërkuri është retrograd? Nga anglishtja, retrograda do të thotë që një planet është duke lëvizur mbrapa. Por në fakt kjo nuk është e vërtetë. Planeti thjesht duket sikur është duke lëvizur mbrapa. Sepse e gjitha kjo është thjesht një tjetër iluzion optik. Le ta shpjegoj pak më thjesht. Siç e dim, të gjitha planetet kalojnë orbitën e Tokës në shpejtësi të ndryshme. Në momentin që një nga planetet të cilat ecin në një shpejtësi më të lartë se planetet e tjera i kalojnë ato, atëherë neve na duket sikur ato po lëvizin mbrapa, por në fakt ato po lëvizin me të njëjtën shpejtësi që kishin. Por pse neve përmendi kaq shumë Mërkurin, ai nuk është i vetmi që e bën këtë gjë. Të gjitha planetet e kalojnë një retrograd. Kjo ndodh sepse Mërkuri është planeti i cili lëviz më shpejt nga të gjithë dhe ai kalon retrogradën 3 deri në 4 herë në vit dhe kjo retrograd zgjat 2 deri në 3 javë. Në Greqinë e lashtë, gjithashtu Mërkuri kishte të bënte me një nga figurat e tyre më të rëndësishme që ishte zoti i komunikimit Hermesi. Njësoj si dhe aty, edhe në astrologji Mërkurin ne e asociojmë me komunikimin, mendimin analitik, shprehjen e ideve dhe procesimin e informacionit. Duke qenë një planet që përmban kaq shumë pika kyçe, pikërisht kjo është arsyeja sepse kur ai kalon në retrograd, gjithçka midis nesh kthehet thjesht në një kaos total. Por Mërkuri retrograd nuk është gjithmonë njësoj. Pse? Sepse kjo varet nga fakti se ku ai po ndodh në retrograd, në cilën nga 12 shenjat. Për shembull, nëse retrograda e tij po kalon në shenjën e Gaforës, do thotë që kjo retrograd ka të bëjë me familjen, por gjithashtu dhe me emocionet intensive. Prandaj, kur retrograda kalon në shenjën e Gaforës, të gjitha fushat që ka të bëjnë me familjen, jetën në shtëpi dhe emocionet do të ndihen në një kaos total. Në vitin që ne po kalojmë tani, pikërisht në 2025, të 3 retrogradat e Mërkurit kalojnë në shenjat e Zjarrit, Dashi, Luani dhe Shigjetar. Kjo do të thotë që ky vit do të jetë viti ku neve do të kemi zënkat më të zjarrta ndonjëherë dhe vendimet më impulsive që mund të jenë marrë ndonjëherë. Tani ne folëm kaq shumë gjëra të këqija për retrogradën, por nuk kemi pse ta shohim vetëm në një dritë negative. Në fakt, ne mund ta përdorim në anën tonë, për sa kohë që neve realizojmë një reflektim të brendshëm, shmangim vendimet impulsive dhe rivlerësojmë dëshirat dhe qëllimet, ne mund ta kthejmë këtë në një kohë shumë të dobishme për neve. Shpresoj që me këtë shpjegim më në fund të dini se çfarë dreqi ndodh në Mërkurin në retrograd dhe jeni të lirë ta përdorni si justifikim për çdo gjë të keqe që po ju ndodh në këtë periudhë të jetës.